dëgjova vrasjen e Ajetollahut, ishte lajm dje, sepse Netanyahu ka thonë e kemi ndur mund ta vrasim edhe Ajatollah al-Hamenein. Po, dhe Trumpi thotë jo këto jo sepse është politik. Jo, kujdes. Kujdes. Pak bre. Jo, si tash bombardon, hajde thonë mos e vrit. Lutem. Don abuzime. Ka rrjedhje. Pra, nuk ka siguri për këtë punë, sa Netanyahu. Nëse regjia nuk e konfirmojnë, nëse e provojnë të kundërtën, unë e kërkoj falje publikisht. Jo, ajo që po thot Gerda është nuk është e garantuar që nuk është e garantuar, Netanyahu e tha, Trumpi heshti, nuk e pranoi, nuk e mohoi. Apo gënjen Trumpi. Jo, Trumpi gënjen njerë, nuk është kaq e vështirë që Trumpi mos gënjej. Pak për ta përfundoj. Por nuk e ka thënë këto ki kujdes, faktet e tua janë të shtrembruara Berat. E ki Reutersin Fevze, i cili thot e ki Reutersin, Guardianin, gjitha mediat e kanë. Por lidhje me Khomeinin nuk e ka thënë zyrtar, jo Trump. Mirë po, e ke gjithashtu Trumpin që thotë e kom ditë çdo detaj. Ajo është tjetër gjë. Po tash. Ajo është tjetër gjë. Ajo është tjetër gjë. Si do thoshte Trumpi? Kam qenë informuar për çdo detaj.